e keni pas rastin Lima, sot është Mena, pavarësisht që nuk është listë, sepse ai po del në rishtin e parë, po lobon për partinë, ish partinë e tij, tash partinë e tij, po i bjen me thonë, PDK-n, dhe një trend dëshmon që ka një rritje në qytet, në Prishtinë, në mese urbane. Në anën tjetër, LDK me vjusën mendoj që rritet. Sa nuk muj me thonë, për shkak që e thash që po shihet që ky binomi s'ka funksionu, ose projekti vjus nuk ka funksionu, sepse vllazën nuk ka kauz. Shkote tjetra, se s'kemi kohë. Alianca fola paka shumë për Aliancën, trendet që për shumë e nëzirin bi 6, e kalon pogun, si pas të rindeve, unë mendoj që Ardian Gjini e ngrit partin, normalisht bashkë me strukturën e saj, i kanë komunat në kontrol, 6 komuna sa, 6 po getë. Dhe kjo me gjithat ju jap impuls, sepse njerëzit me gjithat din me vlerësu punën, projektet. Si që thash një dit edhe një fjali i kushtim se mos po jes bash dikujt. Ku dhezën dritat me një mbrëmjet bukur verore, edhe bëhen 300 metra rrugë me sinjalistik të bukur, me punë të mirë, me vepër arhitektonike të mirë, qytetari i Prishtinës gëzohet, qytetari i Kosovës ju gëzohet punët të mira. Telegrafikisht, se s'kemi kohë, Ilir Deda. Unë që përfilloj me Aliancën. Se gjithë pelojnë në fund e ajo